në Prishtinë është ajo koha më mashtazarake e sjelljes së njerëzve që unë e kam përjetuar në hetuesi. Dhe serbët nuk më kanë goditur më ato, por shqiptarët më kanë zhveshur dhe më kanë goditur trupit, këmbëve dhe veshëve. Kam pasur gjakderdhje prej veshëve. Mua ka ardhur një punëtor i shërbimit të sigurimit, është kjo shpreha e përgjithshme, është ruajtur gati sepse është quajtur përpara serbisht UDBA, një punëtor i sigurimit atëhershëm shtetëror, kryeshefi i milicisë i Stogut dhe 2 milis tjerë kanë ndenur të hyrja. Ata 2 kanë ardhur në shtëpi, më kanë marrë dhe më kanë dërguar në Stog shkurtimisht dhe prej Stogut në Pej, aty më kanë marrë sa për sy faqe, një orë në pyetje dhe mandej më kanë sjellë në Prishtinë. Në Prishtinë është ajo koha më mashtazarake e sjelljes së njerëzve që unë e kam përjetuar në hetuesi. Në burgun hetues kanë qenë rojet shumica pothuajse dërmuese shqiptar dhe ata e dinë se çka na kanë bërë ata. Na thënin, ata na çonin për atë derën që ishte hekur, na kalonin prej burgut, ishte dera e hekur, të hapej prej tyre dhe na dërgonin në zyrat e sigurimit të shtetit. Dhe aty është ushtruar dhuna më mashtazarake që mundet një njeri t'ja bëj njeriut. Dhe ky ishte një farë lloj që njerëzimi është e rëndë thuhet, po për një mend ka qenë një lloj sjellje që njerëzore tyre. Ishte një shërbim ndaj një pushteti që e kishte nënshtruar Kosovën, jo me një vit, po kishte 100 vjet pothuajse e kishte nënshtruar Serbia dhe Jugoslavia, dhe përmes këtyre shërbëtorëve tash e bënte edhe atë dhunë për ta normale. Përmes shërbëtorëve shqiptarë. Ata që mua më kanë dhunuar në mënyrën mashtazarake ashtu, kanë qenë shqiptarë dhe për më keq ulur në atë dhomë ku i lënë mbështetur ato shufrat si të bejsbollit, ulur rrenin serbët. Dhe serbët nuk më kanë goditur më ato, por shqiptarët. Më kanë zhveshur dhe më kanë goditur trupit, këmbëve dhe veshëve. Kam pasur gjakderdhje prej veshëve. Kam menduar një kohë gjakderdhje të brendshme, se kam menduar një kohë që ndoshta me njërin vesh nuk do të dëgjoj më, se ka zgjatur edhe. Kur më kanë kthyer në dhomë të paraburgimit aty në Prishtinë, të nesërmen kam qenë shumë keq dhe kam kërkuar a ka dikush farë mjeku farë, më kanë dërguar te mjeku. Këta rojet ishin korrekte, kanë qenë shqiptar, vunin edhe ata, por e krynin detyrën e tyre. Dhe ka qelluar një mjek shqiptar, nuk e di kush ka qenë ai. Ai mi ka shkruar një 3 lloje të hapave. E ka parë që jam keq, edhe që gjendja të shkoj ndoshta edhe më keq është aty do të burgosën në dhomë që i kisha, e bënd të madhën, unë isha i ri, kisha përvoj të tillë me burë që tha mos i pi. As mos i qitë në vesht, as mos t'i kanë qitur me qëllim. Edhe merrën një moment, i kom lanë ata. Ndoshta kanë qenë rregull hapat, nuk dyshoj, tash sot nuk dyshoj, por atëherë kam dyshuar. Unë kam qenë atëherë 23 vjeçar. Dhe shikoj, atë sjelljen e tyre të poshtër e lam, ta them me emër unë i di kush.
njërin, s'paku një, di me emrin mbi emër, Aslan Slamniku dhe një farë Bafteu, nuk e di, mbi emrin, e njohin dhe shokët mi kush ka qenë ai. Thoshin se më duket ka una e Preshevës, apo se di, mund t'jetë bëhenës. Ata e kishin atë qëllimi tyre ka qenë me gjatë se kanë pasur edhe urdhër. Ata kanë qenë shërbëtorë të pushtetit Jugoslavës, Serbës, si të doni ju. Kush qëndron pas teje, atyre nuk ja u ka kapur që në këtë rast unë, shokët e mi që i kishim organizuar demonstratat e 11 marsit, edhe atat 26 marsit, kemi mundur ne t'i organizojmë vetë. Kush qëndron pas jush? Nuk për kuptoj që s'ka nevojë dikush qëndroj. Ne jemi ngritur me 11 mars për kushte dhe për gjendje jo të mirë. Në fundit edhe parullat që janë bërritër me 26, i kanë bërritër studentët dhe ne e kemi bërë atë në formë publike, s'ka qenë asgjë e fshehur ajo.